ATK me zë mban emrin kampanja më e re informuese e administratës tatimore të Kosovës. Për të folur në lidhje me kampanjen, pranë vetës kemi zëvendësën e kësaj administrate, Valentina Bytyqi Sefa. Nderuar, përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Përshëndetje dhe juve dhe faleminderit që çdo herë jeni pranë institucionit tonë për t'i përcjellë të reja, zhvillimet e sigurisht edhe ato më të rëndësishme për çka edhe kemi mandatin si institucion. A mund na flisni më gjërësisht në lidhje me kampanjen? Po siç edhe keni po besoj përmes programeve tona, përmes video mesazhe që veç e kemi publiku, ATK ka nisë të thotë një kampanjë që quhet ATK me zë, siç edhe e potencuat edhe ju në hyrje të kësaj bisede që po zhvillojmë. Realiteti administrata tatimore e Kosovës ka pasur informim dhe njoftime sipas mandatit që ka çdo herë dhe ka bërë përpjekje çdo herë që mesazhet dhe të gjitha ato që i kanë të nevojshme tatim paguesit i dinë të shkojnë në kohë. Por tani kemi kaluar në një nivel tjetër, do të thotë kemi nisur këtë kampanjë që quhet ATK me zë dhe këtë emër ka pikërisht formës, të cilën kemi planifikuar që ta ndjekim, që të krijojmë një urë komunikimi mes administratës tatimore, qytetarëve dhe ata që janë më të rëndësishëm këtë rast tatim paguesve. Do thotë ende po tentojmë të gjejmë një ekuacion, bashkëpunimi dhe informimi mes si autoritet që jemi dhe tatim paguesit si obligues që kanë detyrimet e tyre ndaj shtetit. Ideja është të krijojmë atë urën e transparencës, bashkëbisedimit dhe përmes kësaj kampanje ne nuk tentojmë vetëm të flasim, të kemi zë, por edhe të dëgjojmë zërin e qytetarëve dhe tatim paguesve. Kjo do të bëhet përmes formave të ndryshme, mekanizmave të ndryshëm që do t'i kemi në vazhdimsi, që besoj edhe ju do t'i shihni. Krejt ideja është që tatim paguesit të marrin informacione në forma sa më të ndryshme, tu pas parasysh dinamikën e jetës që po bëhet në vazhdimsi, ne po gjejmë mënyra sa më të lehta që mesazhi, informimi por dhe dëgjimi i tyre nga ana jonë të jetë sa më i lehtë, të kemi një gjuhë sa më të thjeshtë dhe të jetë sa më gjithëpërfshirëse, pasi që jo të gjithë tatim paguesit mund të kenë aktivitetin e njëjtë dhe mund të kenë gjuhën që përdoret tatimore të kuptueshme. Për këtë arsye kemi filluar me thjeshtësu mënyrën e komunikimit, po në njëjtën kohë edhe me e shtri këtë urën e bashkëpunimit në mënyrë që ATK mos të shihet si institucion i frikës së ndëshkimit, po të shihet si institucion i transparencës, i bashkëbisedimit edhe aty ku tatim paguesit konsiderojnë që nuk i është bërë drejt ose çfarëdo formë ose mënyrë që mund ta kenë një lloj ankesën brenda institucionit, do thotë ATK ka mekanizma të cilët në vazhdimsi do t'i reformoj që të jenë në shërbim të tatim paguesve atëherë kur ata kanë diçka për të thënë, kanë diçka për t'u ankuar. Krejt këto mekanizma, krejt kjo formë e kampanjës është duke u bërë, do të thotë sepse vetëm sa kemi nisur, në mënyrë që ne ta kemi më të lehtë, po edhe më të lehtë ta kenë tatim paguesit marrjen e informacionit. Besoj që keni parë edhe mesazhet e drejtorit të ri të përgjithshëm të institucionit, ku në vazhdimsi e thotë që ATK në prioritetin e saj ka, do të thotë, edukimin e vazhdueshëm, sepse edukimi nuk përfundon në një fazë të caktuar, është permanente. Kjo në vazhdimsi kemi tatim pagues të ri që kanë nevojë të edukohen në aspektin tatimor. Do të thotë edukimi është prioriteti jon kryesor. Më pas në mosbindje patjetër që do të kemi ndëshkimet, por ndëshkimet nuk janë prioriteti i institucionit. Dhe lidhur me këtë ne do të thotë veç kemi filluar këtë kampanjë që po besoj këmu shoqëruar në vazhdimsi me informacione të ndryshme, të cilat kanë me qenë në shërbim të tatim paguesve, edhe atyre tatim paguesve, personave të cilët zhvillojnë aktivitet ekonomik, por që nuk i dinë detyrimet e tyre tatimore. Rastet kur bëhen të paqëllimshme, do thotë shmangje paqëllimshme, për këtë arsye institucioni ka këtë funksion që t'i edukoj dhe t'ju tregoj për detyrimet e tyre tatim paguesve. Ne kuptojmë si institucion që është një kontratë e autoritetit me tatim paguesit për detyrimet që kanë dhe që lindin si rezultat i të hyrave që kanë nga aktiviteti që zhvillojnë, dhe këtë kontratë po tentojmë ta bëjmë sa më të lehtë, sa më të butë, në një gjuhë shumë të thjeshtë, në mënyrë që, siç e thash edhe më herët, mos t'ingëllojë e frikshme, mos t'ingëllojë ndëshkuese, po të t'ingëllojë sa më bashkëpunuese dhe të kemi një bashkëpunim i cili derivon patjetër një miqënie të mirë dhe një shtet të fortë sa i përket pjesës ekonomike dhe financiare.
Po gjendja tani për tani si është ATK biznese? Sigurisht ne kemi një përmbushje pothuajse 90% sa i përket përmbushjes vullnetare. Kjo patjetër që e ndihmon shumë institucionin për shkak se dhe jep një mesazh ku ne kuptojmë, po dhe të tjerët patjetër që do thotë detyrimet tatimore do thotë janë prioriteti ynë, po detyrimet tatimore janë duke përmbushur nga ana e bizneseve. Patjetër sepse ka risk në aktivitete dhe në fusha të caktuara ku do thotë shmangja ndodh qëllimshëm, por shmangja ndodh edhe për shkak të aktivitetit të komplikuar që shpesh herë e kanë, dhe anën tjetër sistemi tatimor i cili duhet t'i fusë në brenda këto biznese. Ne kemi besoj një bashkëpunim, kemi një punë të mirë që bëjmë autoritet dhe tatim pagues. Besoj veç i keni parë nëse i referoni do të informacioneve që vazhdimisht i japim për publikun, sepse fundja jemi në shërbim të tatim paguesve, qytetarëve dhe publikut, që ne jemi duke mbajtur në vazhdimsi takime. Drejtori i ri i përgjithshëm në vazhdimsi është duke mbajtur takime me palët e interesit. Palët e interesit janë zoni më i mirë ku përcjellin shqetësimet, sugjerimet e bizneseve. Do thotë përveç që kemi mbajtur takime të organizuara nga ana jon, ku kemi bërë një përfshirje të gjitha odave ekonomike dhe aleancave të ndryshme që kanë do thotë biznesi që përfaqësohen nga këto, ne me ftesë të tyre patjetër po tentojmë të përgjigjemi secilit dhe për secilën ankesë ose sugjerim që mund të kemi për shkak natyrës specifike që kanë bizneset, po mundohemi që t'i kemi parasysh edhe ato çka na i sugjerojnë ose shqetësimet që kanë sa i përket pjesës së trajtimit tatimor. Po inspektivat në gastronomi, bizneset e tjera sa i përket respektimit të kuponeve fiskal apo vazhdojnë? Pjesa e fiskalizimit është projekt që siç e dini ka nisur qysh në vitin 2010 dhe është përcjellur në periudha të ndryshme. Është një proces i cili duhet të vazhdojë çdo herë. E dini që janë bërë edhe disa ndryshime. Patjetër që pjesa e përmbushjes ose e lëshimit të kuponeve fiskal është kryesisht, siç edhe shohim e hasim, është kryesisht nga shërbimet që ne i marrim, do të thotë janë të obliguar të gjithë tatim paguesit të cilët punojnë, japin shërbim, paguhen nga qytetarët të lëshojnë edhe kupon fiskal. Dhe patjetër që gastronomia ka një përqindje të lartë të lëshimit të kuponeve fiskal dhe pajisjeve që kanë me arka fiskale, po patjetër që çdo herë kemi edhe ato rastet kur edhe tentojnë të ikin, do të thotë këtij obligimi, po sido që tjetë, do të thotë ato ka krijuar mekanizma ku secili qytetar i cili konsideron që pas një shërbimi nuk i është dhënë kuponi fiskal dhe e konsideron si ikje të qëllimshme ose jo, nga ajo obligim atëherë ne kemi platformën tonë të denoncimeve në webfaqen e administratës tatimore, ku mundën secili qytetar, do të thotë është një platformë e nivelit shumë të sofistikuar, ku qytetarët përmes kësaj platforme mund të hyjnë, do të thotë dhe të zgjedhin statusin të cilin dojnë ta ndjekin, të mbesin të pa identifikuar anonim, apo të identifikojnë dhe të bashkangjesin ankesën e tyre ose vetëm të shkruajnë, sepse është mundësia dhe me bashkangjit, të thotë në rast se ju është dhënë kupon jo fiskal ose të ngjashme dhe të ankon përmes kësaj platforme. Do thotë më njëherë pasi që të ankon, do thotë janë edhe hapat të cilat iniciohen nga departamentet përkatëse operative. Gjendja pas pandemisë ka qenë paksa e komplikuar me do thotë me borxhet që kanë pasur ndaj administratës tatimore të Kosovës. Po thoni që tashmë gjendja është e mirë? Gjendja pandemike sigurisht ka çrregulluar globalisht gjithë botën dhe jo vetëm një shtet sikur se jemi ne, për shkak se është të thotë rasti i fundit domthonë pas luftave që veç i patëm, luftat e fundit që e kanë destabilizuar ekonominë botërore globale. Do thotë pandemia ka qenë kjo që e ka goditur të thotë vendin tonë jashtëzakonisht shumë, për shkak se Kosova veç pa të filluar me pas një ekonomi më të mirë, por sigurisht kjo nuk është në fajin e njeriut, është diçka që ka qenë sikurse të gjithë dhe ne patjetër në rikthim pas
ose periudhës pandemike, patjetër që kemi tentuar me përcjell, me ndërmarr hapa, të cilat edhe ju lehtësojmë sepse mos deklarimi ose borxhet që edhe ju po i potenconi nuk kanë qenë në vullnet ose në dëshirë të tatim paguese, po kanë qenë për shkak të mos likuiditetit, sepse e dim kemi qenë të karantinuar dhe shumë biznese nuk kanë funksionuar fare për shkak të natyrës së izolimit që kemi pas, dhe siç edhe dini në qeverinë asaj kohë ka pasur edhe lehtësira për faljen e borxheve në atë kohë. Mirë po sado që të jetë do të borxhet ndohen në forma të ndryshme. Ne kemi borxhe të cilat janë të konstatuara nga kontrollat, kemi borxhe të cilat janë të vetë deklaruara nga biznesi. Biznesi deklaron, por nuk arrin të paguajë. Ky është borxh i vetë deklaruar, nuk është ikje, dhe do thotë ne i trajtojmë në format siç edhe kemi të reformuar departamentin e mbledhjes dhe trajtimit të borxheve. Do thotë kemi reformuar dhe kemi ofruar mundësi të ndryshme. Për shembull, nëse paguan interesin, gjoba mund të zbritet në 30%. Do thotë nëse paguan vetëm interesin e gjobës që ti ki, atëherë gjoba zbritet në 30%. Më pas, nëse ti si tatim pagues që ke borxhe arrin me realizu marrëveshje në departamentin e borxheve, atëherë me këtë do thotë marrëveshje për pagesë me koste zbritet 50% e borxhit. Në ndërkohë, nëse një job sot e merrte si subjekt, si biznes, nëse arrin me pagu do thotë brenda 15 dite, atëherë ti pagun vetëm gjysmën e shumës që të është dhënë. Do thotë krejt këto janë lehtësira të cilat i mundsojnë bizneset, sepse kemi parasysh edhe ligjet kur janë bërë, pavarësisht që ne jemi institucion ekzekutiv dhe nuk jemi institucion që bëjmë politika fiskale, por patjetër që kur janë kornizuar këto dispozita ligjore kanë pas parasysh edhe do thotë periudha të vështira që mund të kalojnë bizneset dhe mundësi që duhet të jipen bizneset, sepse jo çdo biznes arrin në kohë me mri në bazë të afatëve. Për këtë arsye janë edhe këto lehtësira që i përmenda. Ne kemi borxhe të vjetra më shumë që do thotë rrisin stokun, borxhe të reja janë në trajtim, po patjetër që konsideroj që kemi me punu edhe ma shumë, kemi me pas edhe ma shumë në bazë të një lehtësirave, me informu edhe ma shumë bizneset që me i shfrytëzu mundësit të cilat i kanë në dispozicion. Dhe më pas të thotë sigurisht që e thash edukimi është i pari, më pas të tjerat janë vetëm nëse nuk kemi fare, do thotë bashkëpunim mes autoritetit tatimor dhe bizneseve. Së fundmi keni pas edhe një aktivitet në teren për stikerat, qysh funksionon, si ka shku aktiviteti? Po, së fundmi kemi pas edhe një aktivitet i cili është një aktivitet jashtëzakonisht shumë me rëndësi, është një aktivitet që mund ta quaj aktivitet informues, po një informim i cili mbetet tek bizneset. Do thotë menaxhmenti i administratës tatimore të Kosovës ka ndërmarrë këtë aktivitet dhe këtë ka vlerësuar që të bëhet ky aktivitet si tillë dhe në këtë formë, ku kemi vendosur tek të gjitha bizneset, të cilat janë të regjistruara dhe janë brenda sistemit tatimor, të vendosen në për dyert e atyre bizneseve të vendosen stikera informues. Kjo patjetër që është një mundësi ku e lehtëson të thotë biznesin që është i regjistruar, në njëjtën kohë jep edhe mundësinë tjetër të qytetarëve me identifiku ato biznese të cilat nuk janë të regjistruara, do thotë që ti raportojnë. Kjo bëhet me qëllim që bizneset të ndershme të ngrehet paralelja mes tyre, do thotë të dallon nga ato të cilat mund të funksionojnë të pa regjistruara. Do thotë është një identifikim i lehtë, do thotë optik ku edhe stafi ose inspektorët në këtë rast në teren mund të identifikojnë lehtë bizneset të cilat e kanë këtë stiker të vendosur në muret e tyre ose dritaret e tyre nga ato të cilat nuk e kanë. Në momentin kur shihet do thotë ky stiker dhe bart dhënat e atij biznesi, më pas kemi edhe një QR kod në atë stiker ku është funksional vetëm për brenda institucionit tonë, do përmes atij QR kodi një inspektor tatimor identifikon më njëherë gjendjen e biznesit në fjalë, do të statusin e tij tatimor. Dhe kjo domthon e shmang mundësinë edhe të kesh përdorimit të këtyre stikerave, sepse QR kodin në këtë QR kod ka qasje vetëm atë këja. Do thotë këta stikera sjellin përfitime domthon të dyanshme, ndihmojnë qytetarët, do thotë janë më transparent dhe barazit për sa i përket mënyrës se si funksionohet në
në jashtë, do thot në treg, do thot të bëjmë dallimin e ndershëm të atyre të cilët përmbushin detyrimet tatimore dhe atyre që janë karshi dhe funksionojnë pa i përmbushur obligimet tatimore të cilat janë të parapara me legjislacionin tatimor. Faleminderit për gjithë këto informacione. Faleminderit juve.